Për të gjithë punonjësit e sektorit publik në Kosovë, paga 13 për herë të parë pritet të ekzekutohet sot, pas miratimit të djeshëm që bëri qeveria e Kosovës. Përfitues të kësaj page janë rreth 85.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë. Ky vendim qeverisë do t'i kushtojë rreth 75 milion euro që nga qytetarët po vlerësohet një mundësi e mirë përballë kostos të lartë të jetesës. E kjo është shumë me vend, si ka vendosur se jemi bë kështu, se kjo është e nevojshme, populli ka nevojë. Kur më mirë se kanë, për mua unë e di të mirë. Çka më thon shteti di shumë e nevojshme, është e nevojshme. Pagat që kanë këtu, samë që kanë këtu, ku. E plus o bon shteti e madhe. E një tjetër thotë se vendimi është i mirë, por do të duhej të mendohej edhe për moshën e tretë. Paga 13 për këta cilëve përjothojnë që duhet me udhënë sektorit publik, është se mirë se ardhen. Por në përmesim të nëherë dyqysh mangi, ne që jemi për shemër moshës tretë, edhe që jemi pensionista. Edhe të apo çfarë shtrajtije, çfarë standardi o ka shkon përpara të nëherë, shtrajtimin të në ondë, edhe neve mësme në ashti këtu, dyqysh nuk është në rregull. Masi e jep, do më thonë sektorit publik, duhet edhe nërë se ne i marrim pagat për qeverisë. Qeveria nuk duhet me në lon anash me në shkalu. Është e pa drejtë. Sipas ministrit Hekuran Murati, pagën e 13 do ta gëzojnë të gjithë ata personat që tashmë kanë 12 muaj të plot në sektorin publik, ndërsa atyre që nuk i kanë përmbushur do t'u jepet pjesa që u takon, pra për aq muaj sa kanë qenë të angazhuar, u takon edhe një pjesë e pagës së 13.